Politika ka rrethuar prokurorinë e posaçme. Ndon se si Rama ashtu edhe Berisha me Metën kanë ulur dozën e sulmeve ndaj organit antikorrupsion. Në fakt në prapaskencë tërkëmshat po vijojnë. Alarmi është dhënë nga vetë SPAK-u në raportin vjetor të vitit që lam pas. Kryeministri delen amburret se pa të nuk do të kishte SPAK dhe reformë në drejtësi. Por në fakt realiteti është ndryshe. Babloku e ka lënë në mëshirë të fatit prokurorinë e posaçme. Prej më shumë se 2 vitesh SPAK ka kërkuar ndryshime ligjore që të përcaktohet qartë statusi i prokurorëve. Nëse do u lejohet e drejta e rikandidimit pas 9 viteve apo jo. Por kjo kërkesë ka mbetur në sirtar dhe në raport SPAK ka kërkuar që politika të ndaj shapin nga sheqeri. Problem mbetet vijimi i mungesës së përcaktimit të qartë ligjor në lidhje me statusin e prokurorëve të posaçëm pas përfundimit të mandatit të tyre. SPAK konstaton se kjo problematik nuk është adresuar ende dhe thekson se mos përcaktimi i qartë i këtij statusi mund të cënojë vijimsinë e ruajtjes së standardeve të larta profesionale të hetimit të kërkuara nga publiku, Kuvendi, Këshilli i Ministrave dhe institucionet ndërkombëtare, siç është nënvizuar edhe në raportin vjetor të SPAK për vitin 2023. Nga mungesa e një statusi të qartë të prokurorëve të posaçëm do të cënohej gjithashtu edhe vazhdimësia e hetimeve të rëndësishme të kryera nga SPAK, thuhet në raport. Vijimi i mos adresimit të akordimit të këshilltarëve ligjor pranë prokurorisë posaçme është tjetër problematike e cila nuk adresohet nga parlamenti. Cilësojmë në mënyrë të përsëritur se mungesa e këtij standardi burimi njerëzor vën në vështirësi cilësinë e hetimeve dhe prapësimeve të SPAK-ut në ndjekjen e çështjeve në të gjitha shkallët e gjykimit dhe në gjykatën kushtetuese, thekson SPAK. Vijon ende të ngelet problem. Numri i ulët i referimeve nga institucionet publike përfshir policinë e shtetit në lidhje me veprat penale në kuadër të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pra organet shtetërore po e sabotojnë SPAK-un. Sipas SPAK-ut, shqetësimi është kompetenca lëndore e gjykatave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave në fazën e ekzekutimit vendimit penal për subjektet e posaçme, sipas parashikimeve të nenit 135.2 të Kushtetutës dhe nenit 75 fraksionat kodit procedurës penale. Aktualisht këto kërkesa shqyrtohen nga gjykatat e jurisdiksionit përgjithshëm penal. Pra janë një sër ndryshimesh ligjore që i takojnë mazhorancës t'i kryej. Deri më sot ato janë lënë në harrez dhe pavarësisht se Rama na mburret se e mbron SPAK-un, në fakt po e saboton atë.